Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, edhe këtë të martë, 17 marsit, jemi drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24, ku pas një jave që një 25 vjeçare me origjinë nga Lezhë, Gjuana Nikolaj ndroi jetë për shkak të dhunës barbare që është ushtruar ndaj 25 vjeçaren, vetëlmimi i saj me fostoksin bëri që ajo të lë një dhimbje të madhe jo vetëm për familjen, por edhe për gjithë opinionin mbar publik. Jemi një javë mbas ngjarjes së rëndë dhe në ditët e para 24 orë pas varrimit të SR-s, redaksia e emisionit Me Zemër të Hapur ka zhvilluar një telefonat me babain e kësaj të fundit. Në fakt ai ka folur disa fjalë për emisionin Me Zemër të Hapur ekskluzivisht dhe fillimisht unë ju ftoj të ndiqni një material të përgatitur nga redaksia jonë e informacionit dhe rikthehemi jo vetëm me opinionin e të ftuarave, një panel zonjash në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, por për të ndjekur ato pak fjalë që kemi mundur t'i shkëpusim babait të së ndjerës. Autopsia e 25 vjeçares Gjuana Nikolaj, e cila i dha fundjetës me fostoksin, ka zbardhur detajet ronditëse. Sipas ekspertëve të Institutit të Mjekësisë Ligjore, në trupin e pajet të vajzës janë konstatuar shenja dhune, ndërsa rezulton se ajo nuk ka qenë shtatzanë sikurse u alëdua pas vetvrasjes. E reja ndërroi jetë 2 ditë më parë pas një konflikti me ish bashkëshortin Eraldo Fizi, i cili është shpallur në kërkim nga policia si i dyshuar për veprat penale dhe në familje dhe shkaktim vetvrasjeje. Hetimet e prokurorisë tregojnë se 25 vjeçare dhe Fizi ishin ndarë prej disa kohësh, ndërsa vajza kishte lënë shëngjinin dhe jetonte me qira në Tiranë me disa shoqe. Ditën e ngjarjes Gjuana Nikolaj ishte takuar me ish bashkëshortin në banesën që kishte marrë me qira, ku dyshohet se është dënuar prej tij, shenja të cilat janë konfirmuar përmes ekspertizës mjekoligjore. 25 vjeçaria përpara se të jepte fund jetës, ka lënë edhe një letër ku kërkonte falje nga prindrit dhe shkruante: "Nuk doja më që ata njerëz që më kanë bërë keq të vazhdonin të më lëndonin." Në gjendje të rënduar pas konsumimit të fostoksinës, ajo u transportuar nga një shoqe drejt qendrës spitalore universitare Nën Tereza, ku gjeti vdekjen. Mikesha Nikolajt ka deklaruar përpara hetuesve se në trupin e saj kishte konstatuar shenja dhune. Ky rast rikthen në vëmendje dramën e madhe që përjetojnë vajzat dhe gratë nga dhuna në familje. Të shumta janë dyshimet edhe të familjes 25 vjeçares në lidhje me vetëlmimin e saj. Disa gjëra nuk përputhen me atë çfarë ka ndodhur me të rend. Të gjitha këto do të diskutojmë ditën e sotme në këtë studio me avokaten zonjën Ana Pertena. Përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Në krahun tënd Xena Qirici, psikologja jon, përshëndetje dashur, mirë se erdha. Përshëndetje, Vis. Në fakt është një nga ngjarjet që pati jehon mediatike dhe jo vetëm edhe shoqërore, duke nxjerr edhe qytetar në Lezhë në nderim të 25 vjeçares në një marshim për t'i thënë stop dhunës, por familja të paktën ngre dyshime në lidhje me blerjen e medikamentit fostoksin, por njëkohësisht kush e ka bler, kush e ka dhënë, a ka qenë nën efektin e këtij ilaçi vdekje prurës, pra pikërisht 25 vjeçarja në orët e para të mëngjesit ka folur me nënën, ndërkohë që rreth orës 3 të mëngjesit ajo mbas një takimi me ish partnerin e saj, me të cilin në fakt thuhet që është ndarë mbas 3 muajsh, por ne do dëgjojmë babain se çfarë thotë, që dasma ka qenë pikërisht në qershor të 2025-s dhe ai pohon që ka qenë ndarja vetëm në janar të 2026-s. Të paktën për herë të parë familja thyen neshtjen pak fjalë ka folur babai, por duhet të hedhim dritë mbi të vërtetën. Pra, çfarë ka ndodhur, kush është lajmëruar, nga kush është lajmëruar, a ka qenë në tension 25 vjeçaria për të shkruar atë letër. Të gjitha këto do t'i diskutojmë me ju, por fillimisht të marrë një mendim të shkurtër për sa i përket ngjarjes. Ana, të zhvishemi tashmë nga ajo gjaketa e profesionistit dhe të flasim edhe si gra në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, mbas historisë së Gjuanës, një tjetër grua 55 vjeçare është prezent në këtë studio dhe do t'rregojë dhe ajo kalvarin e gjithë jetës
më duket sikur historia Gjuanës është historia e shumë vajzave dhe grave në Shqipëri, të paktën të trajtuar në këtë studio dhe jo vetëm, se ka dhe nga ato gra që nuk arrin ta ngrenë zërin. Megjithatë, 25 vjeçarja kishte festuar një ditë më parë me shoqet e saj 8 marsin, pritej të fillonte një tjetër punë, një punë të cilën e kishte bërë pikërisht edhe në qytetin e Lezhës, në një zyrë notariale. Ajo kishte mbaruar studimet e saj, ka kërkuar falje në atë letër lam të mire prindërve, sidomos për shkollimin, por që nuk po ja dilte do të mban dhe nuk donte më të lëndoj, si ka mundësi një vajzë që ka mbaruar juridikun të mos kërkojë ndihmë dhe askush mos di plagët e shpirtit të saj, ti vetë si e ke përjetuar? Evis, është një ngjarje shumë e dhimbshme, është edhe një vajzë e re natyrisht që dhimbja është përçuar edhe në opinionin publik. Është ngjarje e rëndë, dhuna në familje është element i cili flitet çdo ditë për të. Dhe mendoj që përveç dhunës duhet pasur parasysh që gratë duhet të vetë mbrohen. Ka disa hallka edhe shtetërore për të cilat ne duhet t'i drejtohemi, gratë duhet t'i drejtohen. Ka avokatë të cilët ndihmojnë edhe falas, ka shoqata të cilat edhe të strehojnë në momentin që ti rrezikon nga dikush. Gjykata ka urdhrin e mbrojtjes falas, e plotson menjëherë formularin për 24 orë të thërret gjykata. Ti thua që një studente 25 vjeçare nuk e di këtë gjë? Si mendon? Unë mendoj që përderisa ka punuar në një zyrë notariale, besoj se ka studiuar dhe për priste, juridik. të fillon dhe punë në një zyrë notariale në Tiranë. Besoj se ka studiuar për juridik. Po, ka studiuar. Po, duhet i drejtojë gjithkujt, sepse ka shumë raste që kanë qenë në zgripe dhe kanë përfunduar shumë mirë. Kështu që një zgjidhje edhe mund të gjendë. Ka qenë një ngjarje akute? Unë mendoj që ka qenë akute, përderisa ajo ka qenë me shoqet, nuk është se ka 2-3 javë një indicio, apo nuk e di se si familjarët është partneri saj nuk ka qenë në Shqipëri. Ka ardhur atë ditë. Ka pasur një telefonat me datën 8 mars dhe më pas ai është rikthyer ditën e hënë me datën 9 mars. Ndonjë moment që janë zënë edhe ndoshta e ka bërë për këtë rast, po prapë gjithsesi unë nuk e justifikoj edhe vetvrasjen në këto ditë që jemi sot. Ndërkohë që policia ka shpallur në kërkimin partnerin, çfarë do të thotë kjo për juve si profesionist? Unë mendoj që ai shtyrjen drejt vetvrasjes se ka bërë në 99 i kodit penal është i qartë, dhunën në familje besoj se e ka ushtruar, duhet njihem dhe me letrën ka pasur shenja dhune, dal nga autopsia. Kështu që nëse ka pasur edhe shenja dhune në 130 A ke ti disa gjëra të paqarta si juriste të cilat do t'i flasin pasi të dëgjojmë edhe babain e së ndjerës në një deklaratë shumë shkurtër për ne që ndoshta mund të ketë gisht jo vetëm drejt shtyrjes në vetvrasje, por një gisht të drejt për drejt në vrasjen e saj, në eliminimin e saj, se edhe marrja e këtij ilaçi, vdekje e prurës, do të thotë shumë. Pse nuk është zgjedhur diçka tjetër, por është zgjedhur fostoksina? Tani nuk e dim ngjarjen, edhe prandaj edhe afati i hetimit është pak i gjatë, edhe prokurorisë do duhet të hetojë mbi ngjarjen, mund të ketë prova që ne nuk i dim akoma, është shpejt për të, sepse nuk dim rrethanat, është shpejt për të thënë, por që gjithsesi fostoksina nuk besoj se ja ka hedhur njeri në gotë. Ndoshta edhe përderisa ka dhënë një letër sqaruese, ka dashur dhe ka pirë, domethënë, nuk besoj se dikush ja ka. Edhe pse në orët e para të mëngjesit ka folur me nënën, ka pasur një motiv, kishte porositur një fustan për ditëlindjen e kushëririt, pra kishte shumë motive, ishte shumë e gëzuar që do ndronte punë nga një shkollë në një zyrë notariale në profesionin e saj, ti thua që është e pamundur i gjithë kjo. Po përderisa ka dhënë një letër, nuk e di për mbajtjen e letrës, mirë, fitet që letra mundet të jetë shkruar nën trusnin e dikujt. Jo të dhunës, po të dikujt. Nuk i di rrethanat e ngjarjes së vis, prandaj pritet edhe hetimi mund të dalin edhe shumë më shumë se sa kaq. Po. Por mund të dalin edhe më pak se sa kaq. Jo, a janë të drejtë dyshimet e familjarëve, të cilët thonë nuk kishte motiv për ta bërë këtë gjë. Patjetër familjarët e dinë më mirë se kushdo, edhe tipin e saj, edhe situatën e saj, kështu që edhe kanë të drejtë që të pretendojnë edhe më shumë se sa kaq.
Duke qenë se u zjatëm pak bashkë, ndoshta do t'ishte mirë vetëm një fjali të shkurtër, I kërkoj ndjesë Eksenës, do t'a jap fjalën më njëherë sapo regjia të shfaqe në këto momente bisedën që kemi zhvilluar 24 orë pas varrimit të Gjuana Nikollit javën e kaluar dhe që po e transmetojmë ekskluzivisht ditën e sotme në News 24 në emisionin Me Zemër Tapur. E ndjekim. Unë jam Evis Ameti, drejtuesja e emisionit Me Zemër Tapur në News 24. T'ju pyes si jeni, s'ka fjalë besoj, ta përshkruaj se si jeni. Jena veç se jena gjallë. E kuptoj. Ne marrim I fjetë me pak. E kuptoj. Juve kush ju lajmëroi për vdekjen e Sëndierës? Lajmëroj. Goca, ishte goca tjetër në Tiranë aty. Kishte kohë që jetonte Gjuana në Tiranë? Apo që 3 muaj duket. 3 muaj. Gati 3 muaj është. Po. Kur ishte era fundit që kishte folur me juve? Era punit. Kam njerëzit tash, po me mamën e vetë ka folë. Në kështu më shkojtë në mirë, se ka ndaj e mirë, se kënë një keqë. Ju nuk ishit besoj ndjeni që ajo dhunohej, apo jo? Jo, si nga kanë ndjeni, nga ka thonë asë gjohë. Me Eraldon ishte martuar në muaj ngusht? Eraldon ka qenë martuar në qershor. Në qershor? Ishin divorcuar? Po, në nërë duket, divorcuar. Nda me kështu, po, nej, asë oj, ka të reza gjambë, nuk shka në pitë madhë, që ka edhe nda. Edhe u ndan, e kuptoj. Po me motrat nuk ishte shprehur që dhunohej? Nuk jam gjenje me folë dhe herë, me falë. E kuptoj. Mirë, ne do mbesim në kontakt, ju jap ngushëllimet edhe një herë. Dera e emisionit është e hapur për juve për t'u shprehur, sepse edhe opinioni publik kërkon të di diçka më tepër. Gjavet aja? Si? Gjavet? Jo, e vërtet, por... Ja ka dhe në drejtësisë këtë punë. E kuptoj. Shumë mirë. Ne na ke nga pas. Unë të falenderoj, ngushëllim edhe një herë. Edhe një ngushëllime të drejtë për drejta, pasi edhe javën e kaluar ja kemi përcjell babait të Gjuanës, ju keni dëgjuar me vëmendje që familja pohon të paktën nuk kanë qenë në dieni për dhunën që Eraldo Fizi, shpallur tashmë në kërkim nga policia, ka ushtruar mbi 25 vjeçaren Gjuana Nikolli, ndërkohë që të rinjt ishin martuar në muajin qershor dhe ishin ndarë prej pak muajsh, ndërkohë që babai thotë jemi të vdekur duke marrë frymja, kemi lënë çdo gjë drejtësisë, ama familja Nikollaj nuk ka pasur dieni për problemet e 25 vjeçares vajzës së tyre. Do doja Eksena të flisnin pak bashkë dhe më pas t'ja kaloja fjalën përsëri Anës. Një babai tronditur i cili thotë që jemi të vdekur, duke frymëruar dhe shumë dilema dhe shumë pikpyetje kanë edhe ata në lidhje me të bijën. Ju e dëgjuat që ai tha me nënën ka folur, pra telefonata e fundit ka qenë me nënën. Ne në këto kohë të fundit kemi trajtuar shumë çështjen e dhunës në familje dhe dhunës në çift. Dhe kur flasim me vis, duhet të kuptojmë që nuk është e thjeshtë, është e fshehur, pra ka një proces të padukshëm që shpesh është e vështirë për ta kuptuar, dhe ndonjëherë nuk bën zë për shumë arsye, sepse duke shpesh vajzat ose gratë duke njohur familjen e tyre dhe për masat që merr, shpesh e mbyllen në vetvete këtë tronditje ose këtë traumë dhe nuk e ndajnë me askënd. Gjë të cilën babai e pohoi që nuk dinin asgjë në raport me dhunën. Sigurisht që ajo gjendje në cilën njeriu dëmton veten dhe nuk dëshiron më të vazhdojë jetën, nuk vjen aty për aty, është e ndërtuar në kohë. Dhe shpesh kur vjen mbas një akti kaq të fortë dhune, do të thotë që ka patur paraprakisht një dëmtim apo një dhunë psikologjike, të cilën njeriu mbasi e bashkon me aspektin fizik, mendon që nuk ka më kuptim.
Pra dhuna nuk është e lehtë, njeriu nuk del dot vetë, se shpesh ne themi që kanë mundësi. Por duhet të kuptojmë që mund të kesh mundësi në shoqëri, por mundësia psikologjike jo gjithmonë është aty për njeriu, sepse kalon disa faza të cilat njeriu nuk e ka më të mundur të gjykoj dhe të mendoj dhe të ketë atë guxim që ne presim nga një person i dhunuar. Dhe prandaj është e vështirë për ne si shoqëri që nëse ne nuk japim dorën dhe nuk gjykojmë, do ta kemi shumë të vështirë për të kuptuar se çfarë ndodh mbas njeriu që dhunohet, sidomos ndaj vajzave dhe ndaj grave. Megjithatë, ajo nuk ka mundur dot përtej divorcit që ajo ka bërë, kanë vajtur prindrit e kanë marrë nga familja e partnerit, nuk ka pasur rezistencë nga kjo e fundit, por familja ndoshta nuk ka qenë në dieni të kontakteve që ajo nuk mundi t'i thoshte jo partnerit, por madje edhe të duronte dhunën që kishte pësuar dhe që autopsia e nxori. Duhet ketë patur një presion, pra nëse mendoj që pak më shumë, duhet ketë patur një presion psikologjik, pra mund ketë patur një bisedë telefonike gjatë kohës së ndarjes, të cilën ndoshta ai nga larg mund ta ketë bërë dhe për arsye të natyrave të ndryshme, pra mund të ketë patur një lloj presioni, sepse nëse ai vjen dhe dhunon, do të thotë që diçka dhe dikush e informon për një veprim ndoshta të saj apo për një sjellje, pra në një farë mënyrë ka qenë e përndjekur. Pra do të thotë që ka patur një vazhdimsi procesi i ndarjes. Edhe fakti që ndarja ka ndodhur shumë shpejt, do të thotë që mund të kenë qenë më përpara, pra edhe gjatë ndoshta edhe fejesës. Pra ka qenë një histori dashurie e gjatë në kohë, sa ata janë njohur që në gjimnaz, që kur kanë qenë të vegjël. Po, dhe ndoshta në procese të ndryshme të lidhjes, shumë gjëra kalohen me idenë që njeriu do ndryshojë, njeriu do përmirësohet, ndoshta martesa, ndoshta fëmia, ne besojmë që i ndryshon njerëzit. Por ka disa gjëra të cilat nuk duhen ndryshojnë, se ne duhet fillojmë të mendojmë që disa gjëra nuk ndryshojnë thjesht sepse ne duam të ndryshojmë apo bëjmë disa veprime që mendojmë ne. E rëndësishme është që vajzat e gratë ta shohin situatën që disa gjëra nuk ndryshojnë edhe pse ne duam apo bëjmë më të mirën. Pse fostoksin? Sepse sipas mjekësisë jep efekte të pakthyeshme. Që do të thotë? Pra nuk është e mirë menduar. Do të thotë që njeriu nuk do të bëj thjesht përpjekje aty për aty, por është një rrugë që nuk ka më kthim, nuk ka më alternativë kthimi. Marrja e këtij medikamenti, këtij ilaçi bujësor, nuk ka më kthim, thotë psikologja, shiten pa kriter. Pse? Unë nuk e di se si ndodh shitja, sepse duhet parë edhe tregu. Nuk e di nëse kemi testuar të shkosh të blesh fostoksina është e lehtë apo e ka gjetur në një mënyrë të ndërmjetme nga ndonjë i njohur, çfarë alternative ka gjetur. Në Mars kemi raste shumë të ngjashme disa të tilla, përsëri nga i njëjti medikament bujësor, nga një ilaç bujësor. Edhe kjo është pjesë e hetimit, se si e ka marrë, si e ka zotruar atë për ta përdorur. Kush e ka dhënë, ku e ka bler. Kush e ka dhënë, ku e ka bler, edhe kjo është pjesë e hetimit, e cila besoj se do të dalë. Po duke qenë se ka raste shumë të ngjashme në 2025 dhe raste shumë të ngjashme që nga janari dhe deri në mars, në këto 3 muaj, pra ka disa raste përsëri me këtë ilaç bujësor. Kjo do të thotë që shitja e tyre shitet pa asnjë lloj kriteri. Ka një mënyrë më të lehtë për ta përfituar atë dhe normalisht në këtë situatë duhet marrë edhe masat. Por që nuk e dim realisht se si e ka marrë. Por me qenë se është kaq e lehtë, duhet marrë edhe masat, se kjo mund të bëhet edhe probleme dhe për jetë të tjera. Qartë. Ana, ne duhet të ndalojmë pak edhe tek klasifikimi i veprës penale. Deri tani po shkojmë drejt hetimit të kësaj çështje për shtyrje drejt vetvrasjes. Por nuk bie poshtë edhe ndoshta pista e vrasjes nga dikush duke e shtirur atë si vetvrasje. Apo jo? Të gjitha janë të mundura. Kërkimi i partnerit, i Eraldo Fizi, çfarë do të thotë për ju si jurist? Ai përderisa është dukur dhe lajmi jepet gjithandej, ai kuptohet që e di edhe fajin e vet deri ku shkon, sepse ne jemi deri tani përderisa s'ka dalë drejtësia me një vendim dhe nuk kanë mbaruar hetimet, do të thotë që ai di më shumë se sa ç'dim neve dhe prandaj dhe i fshihet drejtësisë, që është një vepër tjetër penale, fshehja nga drejtësia
për cilën ai ka hikur dhe normalisht lajmet i dëgjon. Mendon, jo më kot që të pyeta është akute si ngjarja apo jo e menjëhershme, ti mendon se edhe nga fjalët që dha babai që nuk kanë pasur dieni pas ndarjes së çiftit? Shiko, të vjen realisht keq kur shikon çifte që kalon nga një gjendje në një gjendje tjetër. Pak kohë më përpara ata kanë qenë, ajo vajza ka qenë me fustanin e nusërisë dhe ai dhëndër dhe s'ka kaluar shumë kohë, ndodhin këto që ndodhin, kjo është një situatë as pak e mirë. Kjo do të thotë që edhe dhuna në familje është evidente, por edhe duhen testuar gjërat në një farë mënyre, por edhe duhet kontrolluar edhe vetja. Në momentin që gratë kanë nevojë për ndihmë, duhet të drejtohen diku, është e fundit vetvrasja. Ka shumë gra që kanë gjetur zgjidhje, i këshilloj të gjitha vajzat dhe gratë që janë në dhunë, të mos bëhen viktim e një burri, e një bashkëshorti, e një partneri apo ish partneri, përderisa jeta mund të vazhdojë dhe ajo sot mund të ishte e lumtur, apo mund të kishte jetën e saj diku tjetër, apo mund të mundet kishte që një një vajzë që përgatitet dhe blen gjithçka për një ditëlindje që ishte shumë e gëzuar, që do fillonte punë në profesionin e saj, që kishte festuar 24 orë përpara këtij akti me gjithë shoqërinë, të mos shfaqej qoftë edhe në bisedën e mëngjesit me nënën asnjë shenjë për ta dalluar dhe një juriste e shkëlqyer, një studente shumë e mirë, por që do të ishte e ardhmja dhe zëvendësuesja juaj, të mos kërkonte ndihmën e dur, të mos e ketë ditur se kemi një lloj edhe prindrit, sipas babait, nuk kanë ditur absolutisht asgjë, as për përndjekjen e raldofizit ndaj së bijës, por as për dhunën e ushtruar, sepse janë gjetur shenja dhuna. Tani Evis, edhe situata e tyre që se nuk më përputhet diçka, më përplasen këto dy gjëra. Po edhe nga mënyra e jetesës së tyre, që janë njohur që të vegjël, pra e njihnin njëri tjetrin dhe në fund para ca kohësh kanë bërë lidhjen e martesës. Ndoshta dhe i ka ditur dhe ka qenë pre presionit edhe martesa, por edhe mund të ketë qenë një finalizim duke menduar që do të ndryshojnë gjërat. Ne këto nuk i dim. Po ishte shkëputur pas disa muajsh martesë dhe kishin qenë prindrit, familja që por kishin janë njohur që të vegjël, pra ata e njihnin njëri tjetrin në karakter dhe kanë përfunduar në martesë. Tani, pos kësaj sërish ka një gjë që nuk shkon, sepse janë ndarë, pretendon që ka ardhur në Tiranë dhe ai ka ardhur nga jashtë dhe e ka takuar këtë. Pra kjo ndarje ka qenë jo e finalizuar përfundimisht, kanë qenë prej njëri tjetrit përderisa kanë bërë një takim. Edhe ajo ka pranuar të takojë, edhe ai e ka pasur mendjen tek ajo në një farë mënyrë, qoftë për t'i bërë keq apo për t'a takuar për mirë. Ne në këtë rast e mendojmë që është për keq. Po, çfarë beson ti nga dy pistat? Çfarë mendon? Tani unë besoj që... Se do t'a pyes edhe psikologen. Që duke shtyrja drejt vetvrasjes apo dikush në mënyrë të qëllimit e ka kamufluar si të tillë? Shtyrje drejt vetvrasjes. Shtyrje drejt vetvrasjes. Irina? Edhe dhuna ekziston aty, përderisa ka shenja, dhe që ka lënë një letër më bën të mendoj që ajo e ka ditur që po jepte fund jetës në një farë mënyre, sepse po të ishte që ka ndihmuar në vrasje, nuk do ta dinte dhe nuk do ta mendonte vdekje, nuk do linte letrën, ndërsa letrën e leza zakonisht ata që letra është shkruar pasi ka konsumuar në fakt helmin, sepse e ka lënë diku për gjys, ka shkruar disa, por edhe letra duket sikur është e imponuar nga dikush. Gjithsesi, e imponuar të paktën nuk do arrinte të shkruante që mos i pranoni ata, të paktën është një fjali në varrimi, sepse ajo e dinte, pra ju e thatë që e ka marrë enkas fostoksinën që të mos kishte më kthim pas, pavarësisht se edhe fjalia e saj, pra që nuk do lejoj më askënd që më ka të më lëndoj, nuk do e lejonte më, do të thotë që po e ndërpriste. Po edhe ndjesa që i ka kërkuar prindërve për sakrificat që ata kishin bërë. Sepse sigurisht kuptohet që ky akt trondit. Ti, Eksen, ku dyshon më së tepërme? Sigurisht duke kuptuar se çfarë është në gjendje të bëj dhuna, sidomos në familje, por edhe në çift, sigurisht që ka një lloj nxitje, pra dhe
akti final dhe mendoj pra që ka qenë një dhunë edhe psikologjike, pra edhe nëpërmjet largësisë ai ka mundur ta mbaj peng të atij dëmtimi, pra për cilën ajo i dha fund edhe jetës. Po ato është një gjë të cilën sepse ne vërtet themi që u ndan, por historia njerëzore na ka treguar që nuk përfundon aty ndarja. Dhe ndonjëherë dhuna dhe zemërimi rriten kaq shumë pas ndarjes, sa janë më të dëmshme se sa vetë gjatë kohës që kanë qenë në marrëdhënie. Dhe kjo mendoj që është një arsye që më shumë është nxitje se sa mirëfill dikush që i ka jemi vetëm një diktuar. javë pas ngjarjes, hetimet do vijojnë, unë shpresoj të zbardhet e vërteta e kësaj ngjarje dhe në mënyrë të drejtë për drejtë edhe Eraldo Fizi të ndërgjegjësohet, të vetë dorëzohet në polici dhe të tregojë gjithë të vërtetën se çfarë ka ndodhur atë natë pikërisht me Gjuanën e Ndjerë, pse ajo është kthyer rreth orës 3 të mëngjesit dhe pse ka pasur shenja dhune, është vetë ai që mund ta qartësojë gjithë këtë gjë. Ju e dëgjuat babain e Gjuanës që tha edhe në qoftë se ne flasim, rikthimi si me bie nuk është më nuk ka pse edhe në opinionin publik ne të flasim dhe t'japim detaje të cilat ata po japim vazhdimisht me grupin hetimor. Mirë, ndajemi këtu në këtë pjesë të parë për ta ndjekur edhe një herë, ju lutem regjia, atë deklaratë të shkurtër bën 24 orë pas varrimit të së Ndjerës me redaksinë e emisionit Me zemër të hapur dhe babait Gjuana Nikolajt. Dalim me njëherë në hapësirën e parë publicitare dhe nga kjo vajzë e re do kalojmë në një tjetër grua me po kaq shumë dhimbje në jetën e saj, një 55 vjeçare, nën e 2 vajzave ku më e vogla është vetëm adoleshente. E ndjekim edhe një herë bisedën, dalim publicitet dhe rikthehemi në rrjedhën normale të këtij emisioni. Unë jam me Visa Meti, drejtuesja e emisionit Me zemër të hapur në News 24. T'ju pyes si jeni, s'ka fjalë besoj, ta përshkruaj se si jeni. Jena veç se jena gjallë. E kuptoj, Marrim i fjetë me pak. e kuptoj. Juve kush ju lajmëroi për vdekjen e së Ndjerës? Lajmëroi. Goca, ishte goca tjetër në Tiranë aty. Kishte kohë që jetonte Gjuana në Tiranë? Apo që 3 muaj duket. 3 muaj. Gati 3 muaj është. Po. Kur ishte era fundit që kishte folur me juve? Era punit. Kam njerëzit tash, po me mamën e vetë ka folë. Në kështu më shkojtë mirë, se ka thënë ai e mirë, se kënë një keqë. Ju nuk ishit besoj ndjeni që ajo dhunohej, apo jo? Jo, si nga kanë ndjeni, nga ka thonë asë gjohë. Me Eraldon ishte martuar në muaj ngusht? Eraldon ka qenë martuar në qershor. Në qershor? Ishin divorcuar? Po, në nërë duket, divorcuar. Nda me shumë, pa nej, asë ojnë, ka të reza gjabësh nuk shka në pitë madhë, që ka edhe nda. Edhe unë dan, e kuptoj. Po me motrat nuk ishte shprehur që dhunohej? Nuk jam gjenje me folë dhe herë, me falë. E kuptoj. Mirë, ne do mbesim në kontakt, ju jap ngushëllimet edhe një herë. Dera e emisionit është e hapur për juve për t'u shprehur, sepse edhe opinioni publik kërkon të di diçka më tepër. Gjavet aja? Si? Gjavet? Jo, e vërtet, por... Ja ka të lanë drejtësisë këtë punë. E kuptoj. Shumë mirë. Ne na ke nga pas. Unë të falenderoj, ngushëllim edhe një herë.